Politika shqiptare, përveç përgjimeve që kanë pasur një natyrë politike dhe korruptive, ka pasur dhe video me natyrë erotike, që kanë shkaktuar tërmet në media dhe në qeveri. Rasti më i rënd, njihet ai Ylli Pangos, si ministër i turizmit, kulturës, rinisë dhe sporteve në mars të 2009. Po aq e rënd, ishte dhe video e transmetuar e ish-kryetarit Bashkisë së Dibrës Shukri Xhelili me një vajzë 20 vjeçare. E fundit në kohë është video e ish-kryetarit të Bashkisë së Kukësit, Safet Gjitsi. Ky i fundit u xhirua në zyrën e tij duke kryer akte seksuale me një person, të cilit i kishte premtuar se do t'i jepte tenderin për strehimin e qenve endacak. Mentor, ka shumë qëndrime për publikimin e të tilla videove, të cilat janë me natyrë personale dhe ka një gjë që është e vërtet në politik nuk e shmangim dot, që në vende që kanë një zhvillim caktuar, le të themi kulturor dhe shoqëror, her pas here këto shfaqen edhe më të rënda se sa ato të korrupsionit. Pra, shoqëria duket sikur me korrupsionin ka një, le të themi, tolerancë shumë më të mirë kuptueshme dhe kjo na kërkon pastaj një tjetër analizë. Kurse sa i përket këtyre bëjnë një, po ta shikosh nga pikpamja e egos, e bëjnë shumë më të madhe. Ti si mendon për publikimin e tyre? Publiku është më i prirur drejt këtyre ngjarjeve. Nëse do kemi dy video, njërin e kemi ministrin duke vjedhur lekët e shkollës, në anën tjetër, një video tjetër kemi ministrin me sekretaren. Gjithë turës që kemi ministrin me sekretaren, sepse është tendencë njerëzore. Çfarë duhet bërë? Shiko, seksi apo femra ka qenë mjeti më klasik i agjenturave. Në luftën e nëndheshme mes CIA-s dhe KGB-s sovjetike, femra ka qenë kurthi më i madh që fusnin në kapshin matë ambasador, agent rival dhe më pas i shantazhonin me fotografit që bënin, i përdornin. Historit e spionazhit më të madh kanë mburuar prikërisht nga shantazhi përmes intimitetit. Por në atë kohë, me që ishin duke folur për përgjimet lundrojnë më shumë në ujëra të paligjshme se të ligjshme. Por në kohën kur s'kishte rrjete sociale dhe s'kishte telefona, këto magazinoheshin në duar ekspertësh dhe nuk i jepeshin publikut për konsum të përditshëm. Sot, mjafton një hedhje në rrjet edhe u shpërnda. Është një historit që pam stuhi shpërndarjesh. Kanë krijuar debatin sërish atë që nisëm në fillim. Duhej apo s'duhej publikuar? Në të gjitha rastet që u dha në këtë insert, u mendoj që po, duheshin publikuar, sepse në të gjitha rastet, le të themi, marrëveshja apo incidenti apo akti seksual ishte në shërbim të një afere. Personi, individi ishte duke bërë pazar me institucionin, me postin e vetë, me parat publike. Me mundësinë e vetë. Nëse do të ishte vetëm çështje personale me disë njëri dhe personale, apo ai që drejtonte, dirigjonte videon, do ta shantazhonte kryebashkiakun, ministrin, drejtorin, se kam një gjë intime, po që kjo s'lidhet me duke funksionin orientuar enkas, atëherë këtu futemi në veprën penale të shantazhit që i bëhet shumë njerëzve që sot janë biznesmen që paguajnë gjoba pikërisht për shkak të këtyre shantazheve. Por këtu jemi sërish në anën pozitive të rolit të medias. Publikimi është bërë sepse ata janë duke dëmtuar interesin. Megjithatë të ndërhyj pak se shumë interesante komentës Europiane të drejtave të njerëzit dhe ka praktikë të konsoliduar të gjykatës Europiane të drejtave të njerëzit pikërisht për këtë moment dhe praktika e gjykatës Europiane të drejtave të njerëzit lidh nenin 8 të privatësisë që është mbron edhe politikanët me nenin 10 të lirisë së shprehjes janë te konventa dhe i lidh ato në një raport shumë interesant që duhet japësh ti si media, kur them ti si media, kur ke një material të tillë, duhet japësh përgjigje disa pyetjeve të rëndësishme. A ka interes publik?
është kryer gjatë ushtrimit të një detyre, apo cënohen të tërë këto element, dhe në këtë moment prevalon pasaj e drejta e lirisë së shprehjes. Por e dhëna e një videoje erotike e pa lidhur me disa shtylla të përcaktuara drejt për drejti me interesin publik, me shfrytëzimin dhe abuzimin me postin që lidhen me atë, sigurisht që do prevalojnë në enitet dhe drejta e privatësisë. Ka një parim, media nuk bën gjyq, informon publikun. Në gjitha rastet, edhe pa të që diskutuam më parë, dhe tani ka informuar publikun. Dhe në të gjitha videot që u transmetuan në insert, përjashtuar atë të Ndirit Tritran Prifti, të gjitha kanë sjellë pasojë juridike. Janë shkarkuar nga detyra, madje janë dënuar edhe nga institucionet e drejtësisë. Sa kohë këto persona zgjedhin, më themi, të bëjnë veprime të jashtëligjshme për orekset e tyre seksuale, jo vetëm publikohen, po të shkojnë edhe për dënime siç i parashikon kuadri ligjor. Nuk ka asnjë gjë të keqe që publikohen në raste të tilla. Nuk ka arsye që një i zgjedhur vendor apo i emëruar ministër apo tjetër e tjetër të shfrytëzoj pozitat e tij juridike që i jep statusit zgjedhurit për kërkuar favore të tilla. Nuk bën sens. Nuk po flasim për një shoqëri normale në këtë rast, po flasim për shoqëri shumë anormale. Theti ti përgjojnë sa më shumë të munde në banalitetet e tyre, në vulgaritetet e tyre për t'i çmitizuar dhe për t'i çuar në atë regjistër që meritojnë sepse e kanë ngritur veten atje ku nuk e meritojnë që të shikohen si shumë të rëndësishëm, shumë puritan, shumë të moralshëm.